tu një vje hollë ndanë tendencën me I kap institucionet nga tendenca me I çkap institucionet. Gjykata kushtetuese ka luajtur një rol që më I ndalu veprimet arbitrare të autoriteteve publike. Unë mendoj që duhet me pas kujdes sepse këtu një vje hollë ndanë tendencën me I kap institucionet nga tendenca me I çkap institucionet ose me I pavarësu. Edhe ndryshimi I ligjeve nuk duhet mu bo me idenë që me I largu njerëzit nga aty. Ndryshimi I ligjeve duhet mu bo me I fuqizu ato institucionet pavarura, me I pavarësu edhe më tepër, me I dhënë edhe më shumë kompetenca përgjithësi, natyrisht me I dhënë edhe llogaridhënie, sepse dhe institucionet e pavarura janë llogaridhënës në raport me përgjithësi që ato marrin sipas ligjit. Në anën tjetër, është detyre qeverisë me zbatu ligjin edhe me respektu të drejtat njeriut. Koncepti ose perceptimi qytetarëve nuk është I gabum, kështu duhet jetë, kjo është legjitime, sepse fundit ata janë vullnet I shprehun në votën e qytetarëve dhe përgjegjësitë që kanë marrë, pastaj janë me I zbatu ligjet, po edhe me I avancu në interes të përmirësimit të jetës qytetarëve dhe demokracisë e respektimit të drejtave të njeriut. Prandaj, për me qenë më I qartë, ideja për me ndryshu ligjet duke I ul standardet nuk është progres, ajo është regres, nuk mund të konsiderohet rikthim I si të themi I vendimarrjes tek qytetari, po mendoj që fajtori sërish është gjykata kushtetuese. Unë mund të kem vrejtje në rastet të caktuara të gjykata kushtetuese. Megjithatë, unë asnjëherë publikisht nuk kam dalë të kontestoj ose të demantoj çfarëdo vendimi që gjykata kushtetuese ka marrë. Ne mund të interpretojmë vendimet e saj, mund të komentojmë ato qëndrime, por janë të pakontestueshme, sepse është instanca e fundit dhe e vetme në Republikën e Kosovës që ban vlerësimin e përputhshmërisë ose kushtetshmërisë së vendimeve. Po çka kishte ndodhur me shtetin e Kosovës në 5 vitet e fundit, nëse se kishte pas gjykatën kushtetuese? Dhe unë konsideroj që gjykata kushtetuese ka qenë një ndër vlerat më bazike të demokracisë që ka luajtur rolin e atij balancuesi që nuk ka leju që demokracia e vendit tonë me eskalu në një diçka tjetër. Pra, ka ndërtu standarde të qëndrueshme, ka ndërtu parime mbi të cilat na sot mund të bazohemi. Natyrisht mund të ketë edhe gabime. Çfarë shteti kishun pas sot nëse ishin miratu krejt të ligje pa pas filtrin e gjykatës kushtetuese në këto 4 vitet? Unë nuk jam I prirur të flas me terma politike, sepse vetë natyra punës time është politike. Tu I marr vendimet e gjykatës kushtetuese. Por nëse e shohim nga krejt analiza që mund me bë situatës për atë sa unë jam në mandat së paku, gjykata kushtetuese ka luajtur një rol që më I ndalu veprimet arbitrare të autoriteteve publike. Dhe kjo menaj është shumë rëndësishme, sepse veprimet arbitrare çojnë në vendime që mund të jenë me pasoja të rënda për gjithë qytetarët. Ligji I pagave në Republikën e Kosovës për sektorin publik ka tregu këta. Gjykata kushtetuese ka vendosur standarde, nuk ka ulje të pagës në Republikën e Kosovës nëse kjo nuk është e përcaktuar në ligj qartë. Dhe nuk mund të ketë ligj që diskriminon mrena vetvetes grupe të caktuara të njëjtit grupacion, siç është në këtë rast sektori publik dhe detyrimi I shtetit me bë kompenzimin e pagë, duke konsideru pagën si pronë dhe si diçka që është e mbrojtur me kushtetutë dhe me ligj. Mos të flasëm pastaj për Këshillin e pavarur të Këshillin prokurorial, Këshillin e pavarur të Komisionin e pavarur të mediave e shumë ligje tjera që nëse gjykata nuk ishte vepru, kishte me pas pasoja dhe diskriminimi kishte me qenë ndoshta edhe vetë demokracia ishte dëmtu në aspektin e ndarjes së pushteteve.